datën 21 qershor, njësitë operative të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të komanduar nga komandanti Tahir Zemaj, japin betimin para flamurit. Unë, ushtar i popullit tim, betohem në emër të Azhës dhe Konstitutës, përpara Zotit dhe flamurit kombëtar, se do të jem besnik dhe i pakursuar në luftën për çlimin e Kosovës, kundër pushtuesit dhe tradhtarëve të vendit, deri në pikën e fundit të gjakut tim. Do të jem ushtar i bindur dhe i disiplinuar. Dhe do të zbatoj me përgjegjësi urdhrat dhe detyrat e komandave hetrore që lidhen me luftën çlirimtare, ushtrinë dhe sekretin ushtarak. Zotëri ushtar, zotëri e pror, ja uroj dhënien e betimit para shtabit suprem të forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Ju sot dhat betimin para nesh, para flamurit kombëtar, para flamurit të brigadës. Ju uroj suksese në punë, suksese në betejë. Ta ardh ai moment, ajo ditë, ta ardh kushtrimi kur ju së bashku me brigada tjera të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me njësitë e mbrojtjes territoriale dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të shlironin çdo plan të Kosovës sonë.